Helmi i bardh. Mjaft më, shpirti më është lodhur, bërtiti lumi. Djaloshi, 21 vjeçar, me një zë të mekur që mezi arrinte të dilte nga buzët e tij të thara. Ishte i thatë, fytyra e tij e zbet si dylli reflektonte brishtësinë e një shpirti të këputur. Me trupin thuajse të vdekur, ushtrim mbi shtratin e tij të ngushtë, dhe la lotë të rridhnin gurra mbi faqet e tij. Ishin lotë dhimbjeje, pendese dhe dëshire për shpëtim. Vdekja, dikur një frikë, tani dukej si një mik i afër që ai e priste me mall. 2 rrugë i përvijoshin para syve. Njëra drejt përjetësisë dhe tjetra drejt një lufte të vështirë për ta rifituar veten. Helmi i bardh, pluhur i vrastar, lundronte brenda venave të tij si një anije fantazm. Gjumi e zinte vetëm kur mendonte për atë kënaqësi të rreme, ndërsa kur zgjohej, mendja i mbetej rob i saj. Çdo frymëmarrje, çdo hap, çdo mendim i tij ishte helmuar nga ajo lëndë djallëzore. Trupi i tij, i dobësuar dhe i braktisur, rrugëtonte si një fantazm nëpër qytet. Ishte i uritur, i palar, me rroba të pista, duke kërkuar shpresën e një shoku që nuk ekzistonte më. Të gjithë shokët e tij të dikurshëm ishin përpirë nga droga, duke lënë pas vetëm hijen e kujtimeve dhe frikën e vdekjes që edhe ai e priste me padurim. Shikimet e njerëzve ishin shpata të padukshme që e shponin çdo ditë. E urrente veten për atë që ishte bërë, sepse e dinte që edhe të tjerët e urrenin. Askush nuk e dëshironte ta kishte pranë. Të gjithë qëndronin larg, si për t'u mbrojtur nga hija e tij e trishtë. Por një natë të qetë vere, ndërsa qëndronte i shtrirë në shtratin e tij të mjerë, lumi ndjeu diçka të ndryshme. Një forcë e brendshme e ngriti trupin e tij të dobët. U ul mbi krevat dhe filloi t'i përulej Zotit, me gjithë fuqinë e shpirtit të tij. Lotët i rridhnin ndërsa fjalët e lutjeve i derdheshin si fllad në erën e natës. Ai qau, kërkoi falje, dhe lutjet e tij rrugtonin të qullura drejt qiellit, duke ndriçuar errësirën brenda tij. Atë natë, një qetësi e thellë e përshkoi zemrën e tij. Të nesërmën, pa u gdhir ende mirë, lumi shkoi në xhami. Ishte atje gjysmë ore para muezinit dhe imamit. Ishte hera e parë pas një kohë të gjatë që ndjente shpresë. Lotët nuk i pushonin, por këtë herë nuk ishin vetëm lot dhembjeje, por edhe çlirimi. Lumi kishte bërë një premtim: ose do ta mposht helmin e bardh, ose do të largohen nga kjo botë duke e vrarë veten. Por si mund ta lejonte Zoti një njeri që i përgjërohej me atë sinqeritet të përfundonte në një fund aq të errët? Jo, lumi vendosi t'i pastroj lument e tij të kuq nga helmi i bardh. Çdo ditë me një forcë që as ai vet nuk e dinte se e kishte, luftonte për të rifituar kontrollin mbi veten. Ishte një betejë e vështirë, por ai e dinte se ja vlente. Disa muaj më vonë, lumi u bën një tjetër njeri, një djalosh që shkëlqente nga brenda dhe jashtë, një shembull i gjallë i forcës së shpirtit për t'u ngritur mbi errësirën. Në fund, lumi nuk e kishte shpëtuar vetëm veten. Ai kishte gjetur një kuptim të ri për jetën. Të ndihmonte të tjerët që, si ai, luftonin me demonët e tyre të brendshëm. Helmi i bardh ishte ende një kujtim i largët, por më i rëndësishmi ishte fakti se ai tani ishte një simbol i shpresës dhe triumfit.